Nuk dua që Shqipëria të kthehet në një vend ku shqiptarët ndihen të huaj në tokën e tyre. Nuk dua që Vlora ta humbas shpirtin midis betonit, gardheve edhe heshtjes institucionale. Nuk dua të ndjej frikë për të ardhmen me idenë se dita ditës toka mund të na merret nga duart. Jam një vajzë shqiptare, e rritur mes detit, e rritur mes pishave, e rritur në tokë shqiptare dhe e rritur gjithashtu me naivitetin se Shqipëria, pavarësisht gjithë sakrificave, lëndimeve dhe plagëve që ka pasur, gjithmonë do jetë dhe do mbetet e shqiptarëve. Ajo që po ndodh në Nart nuk është personale e vetëm atyre qytetarëve të Vlorës që i shemben kujtimet, që i shembet historia dhe i shembet identiteti, është personale e të gjithë shqiptarëve. Nuk mund të ndodhin të gjitha ato gjërat atje në simbolizëm të zhvillimit, sepse zhvillimi kurrësesi nuk e shkatron natyrën, zhvillimi kurrësesi nuk i merr tokën qytetarëve, zhvillimi kurrësesi nuk është dhunues, sepse Narta nuk është një cep i harruar në një shkretëtir që ka nevojë të zhvillohet. Narta është një nga zonat më të rëndësishme ekologjike në Shqipëri. Është habitat për qindra dhe mijëra specie të ndryshme dhe është një nga peizazhet më të bukura shqiptare. Më shumë se sa më tremb e gjithë gjëja që po ndodh në Vlorë, më tremb fakti i normalizimit nga qytetarët e tjerë përveç të Vlorës, normalizimi i politikanëve dhe normalizimi i institucioneve. Trembe nga fakti se një ditë do zgjohemi dhe nuk do kemi më as brigje të paprekura, as pyje dhe as një cep pa beton për të marrë frymëlirisht. Ku është Ministria e Turizmit dhe Mjedisit? Ku është IKMT-ja? Kush po kontrollon dhe kush po mban përgjegjësi? Sot po vërtet Vlora, po vërtet Narta, po vërtet deti, dhe nëse ne nuk zgjohemi dhe nuk i dëgjojmë, atëherë do vi një ditë që asnjë cep i Shqipërisë nuk do ketë më fuqi të bërtasë se nuk do na përkas më ne.